Kam kaluar net të gjata duke qartë dhe me kthimin tim nga Italia në Shqipëri, sot jemi 30 të punësuar dhe punojmë mbi 8 ton qumësh në ditë. Fermerët që neve bashkëpunojmë sot janë mbi 300. Rrugtimi im drejtitarisht ka filluar në vitin 2002 në moshën 14 vjeçare, ku ky udhëtim është nisur nga babai im, i cili më mori duke luajtur futboll me çunat në tokë dhe më çoi në Itali. Aty pash një realitet komplet ndryshe nga ky që isha unë në fshat, mu desh shumë kohë të përshtatesha, të mësoja kulturën, mënyrën se si ata bënin dhe kam kaluar net të gjata duke qartë derisa arrita të përshtatesha. Kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore, Institutin Teknik Garibaldi në Rom, dhe më pas kam vazhduar studimin në Universitetin La Sapienza për ekonomi, financë dhe kam magjistraturën për menaxhim, inovacion dhe ndërkombëtarizim ndërmarrjesh. Jam kthyer në Shqipëri në vitin 2014, mbasi mbarova studimet e larta dhe e njëjta gjë më ndodhi dhe me kthimin nga Italia në Shqipëri, se mu desh të ripërshtatesha edhe një herë me ambientin, me kulturën siç ishte këtu në Shqipëri.